është zhvilluar një fushat sot një vit vetëm me një dokument në dorë. E mbani mend apo jo? Pasaporta europiane. Sot shqiptarët duan të dinë ku është ajo pasaport. Sot shqiptarët duan t'ju raportohet për ecurin në lidhje me këtë proces. Çdo qeveri që ndodhet në fazën që ndodhet Shqipëria, ju raporton popullit saj, negociatorët dhe kryeministri për ecurit e integrimit, e procesit të integrimit. Jeni e vetmja qeveri, e vetmja mazhorancë që nuk raportoni. Dhe për çfarë po flasim? Po flasim për procesin më jetësor në të cilin po ecëm ky vend. Shqiptarët duhet dinë, kemi ecur përpara apo kemi bërë hapa prapa. Leni atë me nxitimin e madh për të miratuar projektin rezolutën. Po, projekti rezoluta do miratohet se është vullnet. Edhe hyni për të ecur përpara drejt integrimit. Po pse nuk i thoni sot shqiptarëve? Pse nuk i raportoni? Çfarë problemi ka ky vend me krimin organizuar, me kartelet? Çfarë problemi ka ky vend me bllokimin që keni bërë drejtësisë? Çfarë problemi ka ky vend me korrupsionin galopant në cilin jeni zhytur të tërë? Çfarë problemi ka ky vend me demokracinë të cilën e keni asgjësuar? Kto ja thot raporti. Dhe shqiptarët duan dikush ta referoj, t'ju thotë çfarë problematikash janë hasur dhe ku kemi ngecur dhe çfarë duhet bëjmë. Po ju jeni mësuar, gjithmonë kur del çështja e problemet, jeni mësuar me teorinë e strusit, fusni kokën në rër, po keni harruar se ato të pasmet i keni zbuluar. Ju shohin shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Mos kujtoni se fshiheni dot pasaj. Nuk ndodh askund, në asnjë vend. Më gjeni një vend tjetër, që atje nuk është kryeministri. Nuk vjen kryeministri në këtë ditë, kaq të rëndësishme. Nuk vin negociatori, krye negociatori apo grupi negociatave, që t'ju thotë, t'ju raportoj qytetarëve të vendit. A mund më thoni, zotri, ndaj ju lutem, përpiquni sadopak se dhe ju, edhe ky parlament është pjesë e atij raporti, se si është goditur parlamentarizmi, se si është goditur demokracia, se si është marrë peng ky parlament, ndaj të paktën ju përpiquni të dilni, ta lexoni atë raport dhe të dilni mbi këtë batak të cilin po ju zhysin ju për ditë, ju zoti kryetar.